Bismillahirrahmanirrahim. Një fshat e kish kap uria shumë, nuk bahej bereqeti, por edhe kish fillu edhe uji mu paku, burimet më ushter, puset më ushter, edhe mbreti apo princi ati vende vendos me një farë me i testu popullatën ati vendi pse ka kjo fatësi, pse ka up ky bereqet. Edhe në mes të fshatit ishte një pus i that, princi i thot fshatarve, natën, masi të bëhet tere, thot 3 ditë me radhë, se cili ka me vendos nga një enë, si me thonë nga 5 liter qumësht. Thot mi mjel lopën, delën, dhinë, e tjerë e tjerë. Thot edhe me i qu 5 liter qumësht me i hudh në atë pus, të thatë. Thot edhe ta shojmë le të mushët pusi, a ka dash mi testu, po ja u ka pështyllu, do më thonë muhabeten, apo na vjen bereqeti, apo na kthejt bereqeti. Por, thot me një kusht, se cili person, kur ta qën enën e ti me qumësht, mës me e pa kërkush, më mundu më mshef, sa është kërkush me e qu me derdha aty, edhe më u kthy. Gjithë se cili thot me ba fshehu razit e tjerve, jo 2 me shku bashk ose 3 bashk. Edhe kështu veprojnë. Mas 3 dite, paria fshatit me këtë pres ose mbret, shkojnë ta i pos aty, edhe e shikojnë. Edhe habitën gjithë. Pusi, në vend se të mbushe, sa ka pas më mbush, 200, 300 apo 500 liter me qumësht, ishë mbush 500 liter me uj. Mbreti e mledh fshatin, edhe i thot, o njerëz, a dini çka puna, pse na ka hu bereqeti? Thot, kur i kum thonë me ba fshehur azi gjithë se cili pinjani tjetrit, ju thot, kur që ka pa kërkosh, keni thonë, hajtë se këta tjertë kanë qitë qumësht, onë për qes uj, se s'ka gale, se përzijet aty. Edhe ai tjetri ka thonë, hajtë se ata tjertë kanë qitë qumësht, onë për qes uj, ky qitë uj, aj qitë uj, ky më shtetun atë tjetërin, aj më shtetun këtë tjetërin, edhe është mush pusi me uj në vend se më mush me qumësht. Thët kjo e sebebi që Allahu Gjelleshanu në ka humbë bereqetin, sepse nuk kemi qenë korrekt në punën tonë edhe në obligimet tona personale gjithë se cile. Mirë. Cila është mesazhi dhe urtësia apo fshehtësia e kësaj e këtij tregimi? Fshehtësia e këtij tregimi është se njerëzit nuk duhet më mbështetë të tjerët. Jo me këshirë si thot populli, t'ja lëshojune gajlet, telashet tjerëve, unë përfitoj për veti, pse po rrajmë, pse po bëj dallavere, hajtë se tjerët nuk të bëjnë, une, se ti po thu une përfitoj se tjerët banë drejt, edhe ai tjetri po thot qashtu, edhe gjithë se cili po banë më i keq se tjetër, edhe shoqëria po bëhet e tëra e keqe. Ti nuk duhet me shiku çka po bëjnë shoqënia. Ti duhesh me pas veprimet tua të pavarura nga të tjerët. Ti mu bën vetvetja jote. Ti me kry obligimin ka shi popullit tanë, ka shi shtetit tanë, ka shi familjes tënde, ka shi lagjes e tjerë, me kry me drejtësi. Nëse ti pët një obligim me qel një kanal caktum, jo me thonë hajtë tjerët le ta qelë, unë s'pe qeli hisën teme. Ja, gjithë se cilë le ta kryn hisën e vetë, obligimin e vetë, detyrën e vetë, aqë sa është të kërkume prej ti. Pra kjo është mesazhi që gjithë se cilët bati panvarur dhe t'i kryj me ndërshmëri detyrimet edhe obligimet që i ka ndaj të tjerëve, që është ata familjar apo rreth më i gjan, e jo më mbështet të tjerët, edhe vetë më u bën, dhe më thonë, mës me i dal hakut, mës me i adhon hakun shoqërisë edhe komunitetit ku ai jeton. Walhamdulillahi rabbil alamin.